Unë besoj gjitha vendimet që ja kanë dhonë identitetin gjykatës kushtetuese këto, sa bie, sa vite, 12 vite, mund të thuhet me plot drejt që i kanë vu themelet e shundimit të ligjit dhe të mbi gjitha dhe të kushtetutës në jetën politike. Po i marr vetëm disa vendime, për shembull, këto të fundit, 2 vitet e fundit. Vitin e kaluar e interpretoj në mënyrë shumë ekstenzive. Tha 30 ditor nuk është afati për me thirr kuvendin, siç është në kushtetut, por interpretoj është aja tha 30 dit duhet me konstitu kuvendin. A është vendim kolosal, sepse 3-4 vendime, ju e dini, pushteti i bënte obstruksion, deri unë nxjerrën dhe erdhi momenti 30 dit edhe pikë. Në të ardhmen do të formuar parandalu pra forma e kespërdorimit dhe kornizum. Rregullora kuvendit që thotë çdo 48 orë duhet me majt konstituimi është rezultat i vendimit 2014 sa kam qenë unë kryetar. Imagjino mos me qenë rregulloria edhe më majt kuvendi çdo 5 muaj. Sipas sa do të kishte qenë total e ka kornizuar. Vendimi i fundit për shpërbërjen e kuvendit, për shpërndarjen, vendimi për shpërndarjen e kuvendit ishte kolosal. Pse? Sepse tregoj që shefi i shtetit e rujti sistemin parlamentar, nuk e la me u prish, nuk ka autonomi, zero autonomi për shpërndarjen e kuvendit. Vetëm sipas kushtetutës dhe në asnjë mënyrë tjetër mund të ndodhë shpërndarja e kuvendit.